Verbëri dhe varfëri. E ullur në karrike, përballë fytyrës së tij angjëllore. Ajo dukej si një statuj dhimbjeje, e gdhendur në mermer të ftohtë. Borryllat e saj, si dy shtylla që mbanin peshën e botës, ishin mbështetur në tavolinën e bukës, ndërsa shuplakat i preknin faqet e njoma nga lotët që rridhnin si një lum pacak. Vështrimi i saj ishte si një qiell i vranët, i mbushur me repi klimi, ndërsa zemra i pulsonte me gjysmë fuqie, një gjeth i brisht i përfshirë nga stuhia e jetës. Dhimbja ishte shoqja e saj e përhershme, një plagë që s'kishte për të mbyllur kurrë, që prej ditës kur burri i saj kishte ndërruar jetë, duke e lënë të vetme mes verbërisë së të birit dhe varfërisë së përjetshme. Nën, a ka kaq pak ushqime në botë, që unë po ha vetëm 3-4 lloje? Pyeti voglushi, teksa përtypte një copë bukë me djath, si të ishte një thesar i çmuar. Zemra e saj u drodh. Ai zë i pafajshëm ishte një thik që çante në thellësitë e shpirtit të saj. Ajo kafshoi buzët, sikur të shpresonte se dhimbja fizike do të mbyste dhimbjen shpirtërore. Por fjalët i ngelën në fyt, si zogj të ngujuar në kafaz, të paaft për të fluturuar. Nën, çfarë ngjyrash kanë ushqimet që po ha? Pyeti sërish voglueshi, me një kuriozitet të pastër që i përcëllonte shpirtin. Përsëri ajo kafshoi buzët, si mund t'i fliste për ngjyrat, për ylberin e bukurisë së botës, kur për ta çdo gjë ishte gri. Duart i dridheshin ndërsa përpiqej të fshinte lotët që i rridhnin si pika shiu mbi një tokë të plasaritur. Nën, ku je? Ajo si një zog u tremb, ngriti kokën dhe i kapi dorën voglushit. Këtu jam, shpirti jam, këtu. Ju përgjigj me zë të mekët, sikur secila fjalë të peshonte sa një mal. Pse nuk më përgjigjesh? Për çfarë, zemra nënës? Për llojet e ushqimeve, për ngjyrat e tyre. Ah, si t'ja thoshte të vërtetën. Si t'ja shpjegonte se bota ishte një vend plot shije e ngjyra, por varfria e tyre i kishte veshur sytë e tij me terrë dhe jetën e tyre me boshësi. Zemra e nënës, ushqime ka shumë, por nëna kujdeset që ty t'i shtroj në tavolin ato më të mirat. Prandaj janë pak lloje, foli ajo me një buzëqeshje të hidhur që u përpoq të fshihte trishtimin. Falënderit nën, sa e mirë dhe sa e kujdesshme je me mua. Zemra e saj u përmbyt nga një dhimbje e thellë dhe një dashuri që nuk mund të matej me fjalë. Në sytë e saj, ai ishte si një yll që ndriçonte në errësirën e jetës së saj. Ndonjëherë ajo mendonte se verbëria e tij ishte një bekim i fshehtë. E pse të shoh djali im? Të shoh varfrin, vuajtjet dhe errësirën që na rrethon? Jo, më mirë le të shoh me sytë e shpirtit, aty ku bota është më e bukur dhe e drejtë. Ajo e shtrëngoi fort voglushin në krah, duke e mbuluar me një dashuri që i tejkalonte kufit e dhimbjes. Në atë moment, ku varfria dhe verbëria i mbytën ëndrat, dashuria e saj mbeti e vetmja ngjyrë që pikturonte jetën. Por në heshtin e dhomës së zymt, ajo ngriti syt nga qielli, aty ku shpresa nuk shuhet kurrë. Në zemrën e saj lindi një lutje. O Zot, ti që je shikuesi i çdo zemre të thyer, më jep forcë që të jem dritë për birin tim. Mos na lër vetëm në errësirë, o mëshirues, se vetëm drita jote na mjafton për të parë. Dhe aty, në thellësinë e shpirtit, ajo ndjeu se Zoti e kishte dëgjuar, sepse në Islam, edhe kur syri s'mund të shoh,
shpirti e gjen dritën në besim. E kur buka është pak, por halali i saj është i pastër, ajo ka shijen e xhenetit. Ajo e dinte, kjo jetë është sprovë, dhe sprovën e kalojnë të duruarit. Ata që i mbështeten fuqiplotit, që luten natën, që luten në heshtje, dhe që besojnë se pas çdo dhimbje fshihet një mëshirë. Sepse ai, Zoti i gjithësisë, nuk harron as lotët e heshtur, as zemrat e lodhura, as dashurinë që flijon për hir të tij.